Britania e Madhe po përjeton një nga periudhat më të trazuara politike në historinë moderne, pasi dorëheqja e kryeministrit Keir Starmer e ka bërë atë liderin e 6 që largohet nga detyra brenda vetëm 10 viteve. Starmer, i cili fitoi një nga shumicat më të mëdha elektorale në historinë e politikës britanike, qëndroi më pak se 2 vite në pushtet. Tani, vendi pritet të ketë një kryeministër të shtatë, me Andy Burnham si një nga emrat kryesor për drejtimin e ardhshëm të Partisë Laboriste. Por, pyetja kryesore në Britani është, pse asnjë lider nuk po arrin të stabilizojë vendin? Analistët thonë se një nga problemet më të mëdha është rënja e standardeve të jetesës. Për shumë qytetarë, pagat dhe mirëqenia nuk janë përmirësuar ndjeshëm që prej krizës financiare globale të vitit 2008. Situata u përkeqësua më tej nga pandemia e COVID-19, rritja e çmimeve të energjisë pas luftës në Ukrainë dhe pasiguria ekonomike e viteve të fundit. Britania, që dikur konsiderohej një model stabiliteti politik, sot përballet me një cikël të vazhdueshëm krizash. Në të kaluarën, liderë si Margaret Thatcher dhe Tony Blair qëndruan në pushtet për periudha të gjata dhe formosuan drejtimin e vendit. Por, pas krizës financiare, erdhën masat e kursimit, presioni mbi shërbimet publike dhe më pas sfidat e reja si pandemia dhe kostet e larta të jetesës. Një tjetër çështje që ka ndarë shoqërinë britanike është emigracioni. Kritikat ndaj qeverive për mungesën e kontrollit mbi emigracionin kanë forcuar mbështetjen për forcat populiste të djatha si Reform UK, e udhëhequr nga Nigel Farage. Ekspertët thonë se sfida për liderin e ardhshëm do të jetë e madhe. Rritja ekonomike, ulja e kostos së jetesës, përmirësimi i shërbimit shëndetësor dhe menaxhimi i emigracionit. Nëse qeveria e re nuk arrin rezultate konkrete, Britania rrezikon të hyjë në një periudhë edhe më të thellë pa sigurie politike, ndërsa votuesit kërkojnë ndryshim.